I dëshpëruar që askush nuk i beson, Halil përpiqet të bindë Nuhun për pafajësinë e tij. I pushtuar nga emocioni dhe faji, ai arrin në një pikë të rrezikshme. Vendos të qellojë veten për t'i treguar se thot të vërtetën. Në çastin e fundit, Nuhu ndërhyn i tronditur, duke u përpjekur t'i marrë pistoletën nga dora. Pas një përleshje të shkurtër dhe të tensionuar, ai arrin ta ndalojë. Duke parë gjendjen e babait, Nuhu kupton se nuk mund ta lërë të shkojë më tej. I mbushur me dyshim por edhe me keqardhje, ai premton se do ta dëgjojë deri në fund versionin e tij për historinë me Sumrun. Esat ndodhet nën presion, telefonatat kërcënuese nuk ndalen, Zari në anën tjetër i kërkon shifrën e parave, duke paralajmëruar se nëse nuk i dorëzon, Esma do të vritet. I tronditur dhe i frikësuar, Esat i premton se do t'i sjellë paratë, ndërsa përpiqet të marrë vesh se si është gjendja e saj. Në një moment dëshpërimi, Esma arrin të flasë shkurt në telefon, duke i dhënë atij shenjën se është ende gjallë, por në rrezik. Ndërkohë Tasi ndryn për ta ndihmuar Esatin në gjetjen e shumës së kërkuar të parave, ndërsa Xhani, i vendosur për ta shpëtuar vajzën, kërkon të shoqërojë Esatin në vendin e takimit me rrëmbësit. Në vend takim, nata është e qetë e ndriçuar dobët, Esati dhe Xhani zbresin të veshur si për të mos tërhequr vëmendje. Valizja me paratë peshon në duart e Esatit, duart i dridhen pak. Në këmbë, pak metra më tej, rrëmbësit qëndrojnë në hije të ftohtë. Zara të ulët, shikime të shkëmbyera dhe një shikim i shkurtër. Rrëmbësit kontrollojnë valizhen, verifikojnë shifrën, pas disa çasteve që duken si një përjetësi, ata marrin paratë dhe pa shumë fjalë, lëshojnë një sinjal. Në të njëjtën kohë, Esma shfaqet e sigurt por e tronditur, tërhequr në mbrojtjen e Xhanit. E tronditur dhe ende e frikësuar, Esma sapo lirohet vrapon drejt Esatit, duke e përqafuar fort. Lotët i rrjedhin në faqe, ndërsa përpiqet të gjejë qetësi pas gjithë asaj që ka përjetuar. Esati megjithatë, shtiret si i shqetësuar për gjendjen e saj dhe të fëmijës, ban një qëndrim të ftohtë e të përmbajtur, si për të fshehur diçka. Në anën tjetër, Xhani qëndron paksa i largët, por sytë e tij tregojnë lehtësim për gjithçka që përfundoi pa tragjedi. Esma e falenderon me mirënjohje për ndihmën dhe guximin që tregoi. Kur Esma kthehet e shëndosh dhe e sigurt në familje, gëzimi përhapet menjëherë. Të gjithë e mirëpresin me dashuri dhe lehtësim, duke u lumturuar që ajo dhe fëmia janë mirë. Në këtë moment, familja i uron që kur të mos përjetojnë ngjarje të rrezikshme si kjo. Edhe pse Esma është e shpëtuar dhe shëndosh e mirë, një shqetësim i brendshëm nuk e le Esatin të qetë. Ai vëre se Esma ka rënë në gjumë dhe me një frymë të rëndë kupton se nuk duhet të qëndrojë më pranë. Pa bashkëzhum largohet nga shtëpia dhe nis rrugën drejt një vendi tjetër, por ku do të shkojë Esati? E vërteta del në pa. Esati ka organizuar vetë gjithë rrëmbimin e Esmas. Ai ka improvizuar rrëmbësit dhe ka përdorur ngjarjen për të përfituar paratë nga Tasin. Ai paguan aktorët që luanin rolin e rrëmbësve dhe pas shkëmbimit të parave, merr valizhen me shumën e plotë. Për ta fshehur, e çon në një shtëpi të vjetër, larg syve të të gjithëve, duke siguruar që plani i tij të mbetet sekret. Nuhu dhe Melek takohen për të diskutuar rreth kthimit të Halilit. Nuhu duket i dyshim dhe i konfuzuar, ai nuk është i sigurt se kujt t'i besojë, nëse Sumru apo Halilit. Për të zbuluar të vërtetën, ai propozon një plan. Meleku t'i kërkon që Sumru dhe Halil të përballen me njëri tjetrin. Ai beson se vetëm përballja e drejtë për drejtë do të nxjerrë në dritë të gjitha sekretet dhe do të tregojë kush po thotë të vërtetën. Në këtë moment tensioni rritet dhe të gjithë ndjejnë se një përballje pa diskutueshme është e pashmangshme. Rastësisht, Hari ka sheh Sevilajn duke tërhequr para nga një bankomat. E nxitur nga dyshimi dhe zemërimi, ajo hidhet menjëherë në sulm. Akuzon Sevilajn se po manipulon Xhanin për të marrë paratë dhe e përplas me fjalë të ashpëra. Sevilla, e lodhur nga ofendimet e vazhdueshme, humb durimin për një moment dhe i jep Harikës një shuplak, duke e lënë të shokuar dhe duke u larguar menjëherë. Hikmet prezanton Esatin me Halilin. Në momentin që Esati kupton se Halil është babai i Nuhut, ai përpiqet të reagojë dhe ta sulmojë, i kapur nga zemërimi dhe tensioni. Por Hikmet ndryn, duke ndalur dhe shpjeguar se historia është krejt ndryshe nga ajo që ata kanë menduar deri më tani. Nga ana tjetër, Hikmet i propozon Esatit një aleancë me Halilin, duke i treguar se Halil
tashmë është bashkëpunëtori i tyre dhe se duke bashkuar forcat, mund të përfitojnë të gjithë nga situata e krijuar. E acaruar dhe zemëruar, Harika shkon tek Xhian për t'i bërë ankesë, duke i treguar se Sevilaj e kishte goditur me shuplak. Por Xhian merr anën e Sevilajit dhe i shpjegon së Harikës se kishte një arsye për veprimin e saj. Harika i thot se Sevilaj po përdor pasurinë e familjes Shansalan në mënyrë të padrejtë. Megjithatë, Xhiani ndërhyn dhe i thot se do ta mbrojë gjithmonë Sevilajin, sepse ajo është si motra e tij. I nxehur dhe i tensionuar, Xhiani shkon në vilën e Tasinit ku qëndron Hikmeti, duke kërkuar menjëherë një përballje. Sapo mbërrin, ai kërkon llogari Hikmetit pse ka hapur gjyqin duke përfaqësuar Sametin dhe përpiqet të ndalojë divorcin e tij nga Sumrun. Hikmet qëndron e vendosur dhe i shpjegon Xhianit se nuk do ta lejojë këtë divorc të ndodhë. Ai i tregon se do të marrë me çdo kusht çdo pasuri që i takon dhe se gjyqi do të vazhdojë pavarësisht kundërshtimeve të tij. Melek merr Sumrun dhe e çon në një vend të panjohur, i cili duket i çuditshëm për Sumrun. Ajo pyet vazhdimisht Melekun pse po shkojnë aty, por Meleki kërkon të bëjë durim dhe të presë. Menjëherë sa po arrin, Sumrun mbetet e shokuar, aty qëndron Nuhu dhe Halili. Në pranit të tyre, Halili shpreh hapur dashurinë e tij, duke i thënë gjithçka që ndjen. Ky moment e trondit Sumrun thellë, duke i treguar për marrëdhëniet e vërteta dhe ndjenjat që lidhen mes tyre, dhe shënon një përballje të fortë emocionale që ndryshon dinamikën mes të gjithë personazheve.